Shumë e vërtetë. Kështu që unë menoj që duhet me u koncentru ma shumë edhe me bisedu, me bashkëbisedu, prindi me fëmi. Se tash edhe djemtja ka nisë me u bu me filera dhe me kësik. Këtë vitin e fundit gogja shumë kam dëgju që pak bus, ose nëse jo bus, gjaullojnin, ose diçka me Se na po flasim veç për shikave që jo edhe djemt kam fillu, po nuk po më pëlqen këtë trend viral, ose qka do social, rjetëve sociale. Kjo është trend i rjetëve sociale. Nuk është normal. Nora? E ke pjesë mund është nështë edhe me tregu paka shumë këtë edhe interesin e djemve për të bërë ndërhyrje estetike? Këto 2 vitet e fundit, po, ka shumë mashkuj, vinë shumë shpesh, do me thonë, burë dhe grua, dhe të dy të bëjnë intervenime. Mirë po, normal, ajo sasia ma e madhe janë femrat, po edhe mashkujt, po, mirë po një diçka që më pëlqen, nështë klientela ime është e tillë që nuk kërkojnë egzagerime. Gjithmonë e kanë atë frikën që nuk du më bo si femër. Du me bo një aplikim të vogël, po më u duk shumë natyral. Meshkujt e kanë këto. Dërsa femrat, ka shumë prej atyre që nuk ju intereson naturaliteti, po ka dhe prej atyre që këtë kohën e fundit janë kthy naturalitet, edhe po e kërkojnë natyralen, që mos mu egzageru, me apliku diçka dhe mu dok bukur, po nashta nemi si popull që s'kemi i dëshirë me ditë nëse kina bo diçka ose jo. Edhe shumica e kanë këtë brengë që nuk duhen me më pa dikush edhe më thonë që pas ke bo diçka. Mu dok bukur, po mos me bo. Kjo më pëlqen këtë kohën e fundit, se ma herët ka qenë shumë egzagerune, sidomos të pjesa e buzëve dhe mollzave ka qenë ekstremisht e egzagerune. Kjo është një pikë tjetër që ndoshta dalim prej vete sa mo kur i pyet sa ki ndërhyrje ose diçka, me njëherë të kthejnë matë nervozën, jo, nuk kam kërgjoja naturale. Diçka që shihet. është diçka që vrejet, për një me adin si e sheni njerin pamjet pare, den ca ka ose nuk ka diçka, pa mërë parasysh filer, botox, ndë një ndërhyrje tjetër edhe matë madhe, po është një problem shumë i madh që për një me nuk i pranojnë që i bojnë, edhe mas një vinë edhe me një farfor me qesin men që nuk i kanë bojnë, që kjo është për një me të ordinatës. Edhe shkon të akosha në klinik bashkë me. Kjo edhe me vështirë. Jo, në qofë se unë personalisht kësha pos në ndërhyrje, unë e kësha pranon. Po i kam bus, ose po i kam mollza, ose po i kam hunën. Mu që kam kishë pëlqy me bote vetja, është veç huna. Do këtë pak e madha ashtu, e kësha pos që veç pak, a mo tutna, unë jem shumë të cajke edhe nuk gudzoj kur me ndërhyj kur gjo. E ka ditë zoti pse ta ka bo, për në sysh. Ba kanë marrë bukurin syt. Amo e kësha pranu, ashtë qare, do me thonë, qofë se kësha pos diçka po e kam. Amo jo e ki edhe me dalë me thonë, ju valla nuk e kam, se vrejhesh bre, sa do që mundohesh me mshef, vrejhesh, gjdo aspekt më në shumë. Unë e veç e pës, apo të pëlqen? Po. Apo të pëlqen, qysh po dokna? Unë e menoj që gjithë shka bukuria shite prej brendësisë, nuk është veç e jashtme. Sa do keq mu dok, sa do i shëmtun mu dok, sa shëmtir ta ka falje dhe zoti, unë e thomë, është shumë naturale. Prap se prap ti e regulon vetën, se unë e thomë edhe emnin e ndreq. Brendësia, shpirti. Elsa, qështë jetë të kjo pjesa e ndërhyrjeve të meshkujt? Qështë e me ndonë? Absolut. Atë ka me taku kova të fundit që ka bo ndërhyrje? Absolut këndër. Unë personalisht, kur se kësha morë një burë që ka ndërhyrje estetika. Sa direkte, Elsa, e tha? Po nuk din që ka dalon ti me to, tane, se njëstër më shku ti me bo një ndërhyrje. Me shku me burë, para me no. Para me no, e ta shte ku po mejt ajo gjinia e bukur që duhet me dalin pa femnat. Unë jam absolut këndër 2 ndërhyrja, mirë po të meshkujt, komplet, totalisht do më thonë, se nuk ka që ka me dalu, me desh me bot bukur e kishtë baj lartë, jo, në poshme.